zoti Upin, nderuar zoti Smith, nderuar zoti Dekovi, të nderuar përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, të nderuar drejtues dhe përfaqësues të shërbimeve të inspektimit, të nderuar zonja dhe zotrinj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në Shqipëri të gjithë të ftuarit dhe mirë se erdhën të gjithë në këtë konferencë. Sot ndihemi privilegjuar që në cilësinë e vendit organizator të hap punimet e kësaj konference dhe ju vlerësoj. Në të njëjtën kohë sot ndihem besim plot që ndërmarrja e kësaj iniciative kaq ambicioze Je me sens aujourd'hui en pleine confiance et je suis convaincu donc que cette activité est indispensable. Zotin Luciani Toxhoru, mbi disa çështje lidhur me administrimin e drejtësisë, pavarësinë e magjistratëve, si dhe rolin e shërbimeve të inspektimit në këtë proces. Të dy ndam të njëjtin qëndrim, pavarësisht dallimit dhe diversitetit kulturave tona politike, juridike, sociale apo ekonomike, historia në Evropë apo jashtë saj po tregon se pavarësia e magjistratëve nuk duhet marrë si mirëqen, por mbetet një çështje që përket gjitha vendeve. Ky është një standard i intervencionit të përbashkët të shoqërive tona, ky është një standard ndërkombëtar. Sot të gjitha vendet duhet shtojnë përpjekjet për forcimin e kësaj pavarësie, por nga ana tjetër edhe rritjen e efikasitetit dhe përgjegjshmërisë së organeve të sistemit të drejtësisë. Të dyja nuk mund të eshin përveç se bashkë. Sa më i përgjegjshëm një magjistrat, aq më i garantuar qytetari për drejtat e veta. Sa më i pavarur magjistrati, aq më demokratikisht ecën shoqëria. Të dyja këto standarde, cilësia e drejtësisë dhe pavarësia e magjistratëve janë prioriteti të gjitha vendeve. Në këtë kuadër, gjetja e balancës midis interesit publik për administrimin e drejtësisë nga një anë dhe pavarësisë së magjistratëve nga ana tjetër, mbetet një sfidë permanente sepse pavarësia e magjistratëve dhe përgjegjshmëria e tyre janë vlera dinamike. Zhvillimet shoqërore sjellin padyshim edhe transformime shoqërore dhe ekonomike, dhe raporti pavarësi përgjegjshmëri mbetet për herë sfidë profesionale dhe institucionale. Me këtë mendim, ka nevojë që gjithë ne të gjejmë rrugën e dur për të bashkëpunuar dhe për të identifikuar mundësitë dhe metodat më të mira të komunikimit dhe shkëmbimit me njëri tjetrin. Kështu konceptua kjo ide e dita ditës me kontributin e Resish dhe Sepesh, të cilët dua t'i falenderoj fort për mbështetjen që nga fillimi i diskutimit të kësaj iniciative, sot kjo iniciativë bë realitet. Të nderuar zonja dhe zotrinj, drejtësia ka kontributin e vet në jetën dhe cilësinë e çdo shoqërie. Krijimi apo konsolidimi i shtetit së drejtës nuk është një proces i lehtë. Në çdo vend, ky është një proces dinamik dhe në evoluim të vazhdueshëm për gjetjen e mekanizmave të dur, të cilat sigurojnë respektimin e një sër standardesh apo vlerash për një sistem drejtësie efikas, të përgjegjshëm dhe të pavarur. Shqipëria ka kryer një reformë thellë ligjore dhe institucionale në sistemin e drejtësisë, pikërisht për të gjetur këto mekanizma dhe për të përshtatur me statin e zhvillimit të shoqërisë së saj. Kjo reformë u mbështet fort në çdo kuptim nga partnerët e vyer si Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe tashmë sfida e zhvillimit të kësaj reforme është përgjegjësia e aktorëve të drejtësisë. Në këtë kuadër, një konferencë e sotme në Tiranë me këtë tematikë të rëndësishme, përtej diskutimeve njëri tjetrit, është një kontribut real për vizionin dhe punën e përditshme të institucionit të inspektorit lart drejtësisë, por besoj edhe për organet e tjera të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Respektimi i drejtave të njerëzit, demokracia dhe shteti i drejtës përbën një aset kryesor për Bashkimin Evropian, dhe ruajtja apo sigurimi i tyre përbën një përgjegjësi të përbashkët për gjitha institucionet të BE-s, si dhe shtetet anëtare të tij. Megjithatë, qasja ndaj tyre nuk duhet shihet si kufi, pengesë apo kusht ndaj shteteve të tjera jo anëtare, por si një simbol i cili na bashkon të gjithëve ne. Evropa, para se të jetë një projekt politik, është një sistem vlerash njerëzore. Sipas fjalëve të Jean Monnet, një prej etërave themelues të Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian nuk ka për qëllim bashkimin e shteteve, por me gjitha bashkimin e njerëzve, të cilët besojnë dhe jetojnë në sistemin e vlerave evropiane. Në këtë kuadër besoj se gjithë ne sot duhet bashkëpunojmë. Të gjithë ne duhet të analizojmë, të marrim modelet më të mira të njëri tjetrit, si dhe të bashkëndojmë metodat e kontrollit dhe të vlerësimit të institucioneve të drejtësisë, në përputhje me vlerat tona të përbashkëta evropiane, pavarësisht dallimeve tona politike, ligjore apo sociale. Shpresoj që ky organizim për herë të parë në Shqipëri jo vetëm të arrijë këto qëllime, por edhe të jetë piknisja e një tradite e cila të vijojë më tej. Duke falenduar edhe një për vëmendjen dhe pranimin tuaj, më lejoni t'ju uroj konferencës suksese dhe punime të mbara. Tani ka fjalën kryetarja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zonja Lindita Nikolla. Nderuar zoti Metani, nderuar zoti Upin, nderuar zoti Smith, nderuar zoti Dekovi, ju falenderoj për organizimin dhe pjesëmarrjen në këtë konferencë të rëndësishme ndërkombëtare, kushtuar administrimit të sistemit drejtësisë. Interesi i publikut dhe pavarësia e magjistratëve janë dy çështje thelbësore të reformës në drejtësi dhe vetë sistemit.
Interesi i publikut për qeverisjen e sistemit të drejtësisë është i lidhur ngushtë me perceptimin e qytetarëve për vetë sistemin. Pse e nisëm reformën në drejtësi? Për shumë arsye. Por themelorja ishte se sistemi i drejtësisë nuk i shërbente interesit publik dhe qytetarëve, por një klase të korruptuar. Prandaj duke qenë se po godiste një sistem të korruptuar politikisht dhe financiarisht, reforma pati që në fillim mbështetjen masive të qytetarëve shqiptarë. Po ashtu edhe të partnerëve ndërkombëtar, të cilët gjej rastin t'i falenderoj për kontributin në reformën e drejtësisë dhe ndërtimin e sistemit të ri drejtësisë në Shqipëri. Sistemi ishte aq i kalbur sa që me gjithë presionin e publikut dhe shumicës qeverisë që kishte vendosur reformimin e sistemit si prioritet strategjik të saj, nuk kishte asnjë shenjë shpresë se sistemi mund të reformonte vetveten. Prandaj ne vendosëm ndërmarrin hapin e guximshëm për reformën në drejtësi, si e vetmja rrugë e pastrimit të sistemit dhe garantimit dhënies së drejtësisë për qytetarët. Sot, 6 vjet më vonë, kemi padyshim një realitet tjetër. Tipari më rëndësishëm i këtij realiteti është rrëzimi i disa miteve të sistemit dhe për sistemin e drejtësisë dhe progresi drejt një sistemi si një pushtet i pavarur në sistemin demokratik. Njëri prej miteve ishte mbretërimi i pandëshkueshmërisë, e cila dukej si ishte shndruar në një antikulturë të sistemit drejtësisë, madje të vetë sistemit politik. Sot askush nuk është mbi drejtën dhe drejtësinë dhe askush nuk mund t'i shpëtojë ndëshkimit nëse e meriton. Kjo është aq e vërtetë sa që po ndodh në sytë e të gjithë shqiptarëve. Një mit tjetër ishte perceptimi se sistemi i drejtësisë është një fortesë ku nuk hyn dot zëri i publikut dhe i qytetarëve. Sistemi po i zi fryma nga monopoli një kaste drejtuesish, gjyqtarësh dhe prokurorësh të korruptuar, me mbështetjen e një kaste politikanësh gjithashtu të korruptuar. Politika dhe drejtësia po sundonin bashkarisht në forma gati despotike. Sot pavarësia reale e gjyqtarëve dhe prokurorëve po konsolidohet paralel me varësinë e tyre prej Republikës, kushtetutës, ligjeve dhe interesit publik. Sistemi i drejtësisë kishte arritur në atë pikë sa nuk i fshihte varësinë e vet në 2 aspektet, politike dhe financiare. Sot fijet që e lidhin sistemin me format korruptive të mësipërme janë këputur e po këputen dita ditës. Pushteti gjyqësor po ndërtohet, fuqizohet dhe afirmohet si një pushtet i pavarur. Miti tjetër se sistemi nuk mund të vetë reformohet, gjithashtu po rrëzohet. Dhe në këtë aspekt ka meritën e vet dhe Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, njëri prej organeve të reja dhe më të rëndësishme të qeverisjes së sistemit drejtësisë. Brenda një kohe të shkurtër, Inspektorati po lufton, po justifikon pritshmëritë publike, politike dhe kombëtare për një sistem drejtësie të pastër që jep drejtësi dhe nuk shet e as blen drejtësi. Gjithashtu, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë është pranuar si antar vëzhgues i rrjetit të shërbimeve të inspektimit drejtësisë, i cili përbëhet nga institucionet homologe të Bashkimit Evropian. Kuvëndi dhe unë personalisht kemi mbështetur dhe do të vazhdojmë mbështetjen pavarësinë e sistemit dhe fuqizimin e organeve drejtësisë, në mënyrë të veçantë edhe Inspektoriatin e Lartë Drejtësisë me burimet e nevojshme financiare, njerëzore, logjistike. Këtu kam parasysh miratimin e propozimeve të ndryshme ligjore të paketës reformës drejtësi, miratimin e ndryshimeve strukturore dhe organizative të Inspektoriatit Lartë Drejtësisë, sa herë që është e nevojshme, miratimin e buxhetit nevojshëm për përmbushjen e detyrave funksionale, ushtrimin e kontrollit parlamentar të veprimtarisë së Inspektoriatit si institucion i pavarur e tjerë. Vetë organizimi i kësaj konference ndërkombëtare tregon se Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë po rritet si një institucion i pavarur, si një organ qeverisës i sistemit drejtësisë dhe interpret i interesit publik e qytetarëve. Është edhe kontributi i Inspektoriatit Lartë Drejtësisë që sistemi dhe organet e drejtësisë po shndrohen nga pengues në nxitës dhe lehtësues të zhvillimit të Shqipërisë. Ju faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit kryetar për fjalët e mira dhe inkurajimin. Kuvendi ka treguar gjatë gjithë kësaj periudhe mbështetjen për zyrën e Inspektorit Lartë Drejtësisë dhe ju falenderoj në emër tim dhe në emër të kolegëve. Tani fjalën ka zoti Huben për përshëndetje.